Kesiola, më trego. Mbaj në krahët e mi burrin që më ka tradhtuar, më ka dhënuar gjithë jetën. Farin për gjithçka e ka nëna ime që më la në rrugë. Jam rritur në një fshat të thellë me prindër shumë të dhunshëm. Baba e pianec dhe nëna që na mësonte të qepnin gojën. 16 vjeç më fejuan me zor në një fshat malor. 20 vjeç u martova dhe 21 vjeç erdhi djali i parë. Aty nisën vuajtjet. Burri im ishte si babai im, pinte, ishte i dhunshëm dhe më tradhtonte. Fëmijën e parë linda në Tiranë dhe për shkak të komplikacioneve vendosëm të qëndrojmë aty në një dhomë në godinat e studentëve. Një dhomë që ngjante me një biruc. Burri ikte e vinte në emigracion. Vinte vetëm për të më lënë shtatzën. Kam tentuar disa herë që t'i jap fund jetës, pas sakrificave për të mbajtur fëmijët me bukë dhe tradhtive të tij që nuk kishin fund. Vendos të kthehem tek prindërit, por nëna ime më mbylli derën. Ajo dinte çdo dhimbje timën, por më mohoi. Jeta ime vazhdoi të ishte një makth. Erdhën në jetë edhe 2 fëmijë të tjerë. Tani kisha 4 për të ushqyer. Doja nga 2-3 punë, e kishte raste që nuk kisha se ç'tu jepja për të ngrënë. Përjetoja makthe dhe ankth, derisa një ditë vendosa të marr fëmijët dhe të emigroj në një shtet të panjohur të Europës. Muajin e parë kemi fjetur në rrugë. Natën hiqja rrobat nga valixheja dhe fusja vajzën e vogël që të flinte. Ai më ndoqi nga pas, por më kërkonte të ktheheshim. Unë nuk hoqa dorë dhe sot pas 11 vitesh ja kam dalë. Me burrin nga pas, por e vetme. Ai jeton me mua si një hije që më përndjek dhe nuk ndryshon kurrë. Por fajin për gjithçka e ka nëna ime që më la në rrugë. Kjo është historia e Kesiolës. Kesiola është një grua e cila ka përjetuar gjithçka në jetën e saj. Dhunë, tradhti, braktisje, varfëri ekstreme deri tek sakrificat më të paimagjinueshme që asaj është dashur të bëjë për fëmijët e saj. Kesiola është pseudonimi i saj dhe atë e kemi në linjë. Kesiola. Përshëndetje. Jeta jote pas asaj iniciative që ti ndërmore në atë periudhë të vështirë varfëria që ke treguar edhe më herët, sot vijon në emigracion. Po. Prej 11 vitesh. Si e gjen veten aty? Fillimet ishin një sakrificë. Ishin një sakrificë shumë e madhe, sepse dish në një vend të huaj dhe mos dish as gjuhën, ishte shumë e vështirë. Por plus me 4 fëmijë që isha unë. Por unë nuk u dorëzova asnjëherë. Nuk u dorëzova asnjëherë dhe thash doja dal. Zoti është për gjithë, do të jetë dhe për mua këtë radhë. Të gjithë më thonin ktheu mrap sepse është e vështirë dhe ja dalësh. Dhe unë vendosa që do rri këtu dhe do ja dal. Dhe mbas shumë vitesh arrit që sot jetoj në forcat e mia. Kam një shtëpi me qira, por kam hyrë të blej një shtëpi time. Dhe punoj, kam marrë shkollën e lartë këtu për mësuese dhe pres që të filloj në zanatin tim, por për momentin punoj taksi. Ti ke arritur që në emigracion, përveç se t'ja dalësh, të sigurosh një test të qëndrueshme për ty dhe fëmijët, edhe të shkollohesh. Ku e ke gjetur forcën ti me gjithë këto sakrifise që ke pasur? Forca ime i shihja fëmijët që i solla në një vend të huaj, por unë do të jem forca e tyre. Do të vazhdoj përpara për fëmijët e mi. U rrezova me mira herë jam rrezuar, por kur shifsha fëmijët e mi afër, dhe thoja unë do ja dal me këto. Dhe gjithmonë kam qenë ajo që kam thënë ti bëj edhe këtë shkollë, bëj edhe këtë. Ti vazhdon akoma të jetosh me bashkëshortin tënd. Çfarë roli ka ai në familje? Si është marrëdhënia juaj sot? Ai pothuajse s'ka asnjë rol. As nuk din të punoj, as nuk flet gjuhë huaja, nuk din asnjë gjë. Për çdo gjë duhet të jem unë ajo që të shkoj, sikur të shkoj në spital, sikur të merret me fëmijët, nuk flet asnjëherë. Dhe nuk e ka një zhvillim të duhur. Kjo sepse ka qenë zgjedhja e tij apo jo? Pra ai ka zgjedhur të mos përparojë. Zgjedhja e tij. Është i zgjuar, nuk është i pazgjuar. Është i zgjuar dhe aty ku don ai është i zgjuar, por kështu ka vendosur. Nëse mund ta quajmë zgjuarsi. Atë të tij. Nëse mund ta quajmë zgjuarsi. Po në lidhje me ty, a ka ndryshuar, vazhdon të jetë ai bashkëshorti i dhunshëm që ka qenë dikur, a është besnik apo vijon me historitë e tij? Vijon me historitë e tij dhe unë sikur një javë të ndryshoj ai, unë kam frikë, sepse ja di të ndryshim. Pse? Sepse e di që mes një ndryshimit një javor do fillojë prapë historinë që ka në çdo kohë, në çdo debat dhe unë edhe këtu ku jam kam vazhduar letrat i kam të hapura për divorc, por nuk janë dakord të fëmijët.
Po fëmijët janë të rritur, djali më ka thënë që ka mbaruar 2 universitete, pra vajza është fejuar, vajza tjetër është duke u shkolluar, ata në një farë mënyrë po formojnë në rrugët e tyre të jetës. Pse është kaq e rëndësishme për ta që ti vazhdosh të jesh me babain e tyre? Po e rëndësishme për ato është kjo se e mendojnë sikuron ta lë, ai do të ngele rrugëve. Ai do të ngele si një këtu ku jemi ne thë një rrugaç, e din, se si lypin rrugëve. Dhe nuk e pranojnë që baba i tyre të dalë rrugëve. Sepse ndoshta edhe ata besojnë shumë pak tek aftësitë e tij për t'ia dalë. Ndoshta është frika. Nuk kanë fare besim. Jo shumë pak, por nuk kanë fare besim. Si ndihesh ti në raport me gjithë këtë histori, me faktin që përveç se duhet të mbash barrën e gjithë shtëpisë, të mbash edhe një barr që të varet që nga e kaluara jote, që është bashkëtortysh. Po thuaj se jam bosh. Thjesht ajo plotësimi i jetës time janë fëmijët e mi. Asgjë më shumë. Shpresoj që fëmijët të ecin mirë dhe mendoj që në pleqërinë time të kthehen në Shqipëri dhe të jetojnë në vendin tim. Me bashkëshortin? Të pleqëroj në vendin tim. Me bashkëshortin apo pa bashkëshortin? Ja, asnjëherë. Pa bashkëshortin. Sepse ai nuk e meriton. Sepse nuk më ka bërë një ditë të bukur. Një moment, të kem qenë një herë të vetë me lumtur, asnjëherë. Dhe si kështu, kur të arrin fëmijët dhe të hecin në jetën e tyre, sepse akoma kam fëmijë minoren, dhe të arrin në moshën se të jenë magjor, në atë kohë unë do të kthehem mosh. Kur ato mos kenë më nevojë për mua. Kam shkuar në psikolog, kam marrë dhe ilaçe për depresion. Vërtet kam ra shumë poshtë, por prap jam ngritur. Duket Kesiole që je një gruaj që përveç faktit që je vënë përpara vështirësive ekstremisht të mëdha, ti përsëri ke gjetur rrugë për t'ia dalë. Por për të kthyer pak te bashkëshorti, ai që sot është krateje, ke lidhur jetën me të që në moshën 16 vjeçare. Nëse do kthehesh në të shkuarën tënde, do doje të kishe ndryshuar diçka? S'do më reakuar. S'do jetoja një orë me atë person. Gabimet tona janë prindrit tanë. Sepse mu të më arrijet më thoje fëmija im që nuk ja dalë më me atë, unë i them dera ime është e hapur, ti je goca ime, ti je fëmija ime, dhe unë jam ti. Po. Dhe jeta ime është, do t'i dalë fëmijë zot, si të që t'jetë fëmija ime, dhe në qoftë se fëmija ime ka gabimin, do t'i dalë për zot. Ndërkohë që me ty nuk ndodhi kjo. Kur ti kërkove ndihmën e nënës tënde, ajo nuk ishte aty për ty. Më mbyll dera, edhe pse arriti që më dhanë vetë, se jo se unë rash në dashuri me atë person. Unë s'kisha rrugë tjetër në atë kohë. Ose të jepsja fund jetës time, ose të vazhdoja. Unë dua të kuptoj pak se si e ndjer ti në atë moment kur i ke kërkuar nënës tënde të hap derën e shtëpisë dhe ajo ka thënë që nuk ka vend në shtëpinë time për ty. E di si e kam përjetuar në atë moment, kisha 2 fëmijë. I madhi hecte vetë, dhe vogla ishte bebe. E kam marrë në krah dhe kam shkuar në një lumë të hidhe. Rastisht kalon një pjesëtar i familjes time aty afër dhe më shef. Dhe çfarë bën aty? I thashën do hidhem. Dhe çajt në ime i kisha 2 fëmijë. Njërin e kisha për dorë dhe tjetrin e kisha në krah dhe i thashën do jap fund jetës sepse unë do hidhem. Me merr me të mirë, me afër, me merr me të mirë dhe me ul nga ajo urë që kisha hyrë për të hedhur poshtë dhe me ka marrë me të mirë, me ka ul nga ajo urë poshtë dhe me ka qytë shtëpia saj, ka fol me mua shumë gjatë. Ka komunikuar me mu, me ka qetësuar, me ka marrë, kemi shku te doktori, kemi bërë vizitë, me ka dhënë ilaçe qetësimi, jam qetësuar, por ajo ka qenë vdekja ime. Kur mamaja ime me ka thënë që dera ime është e mbyllur për ty, ajo ka qenë vdekja ime. Dhe po unë prap e kam kthy kokën pas, sepse është gjaku im, është mami im, është familja ime, dhe me kanë munguar shumë këtu ku jam. Por, vëjtet e mia nuk i din të thuj se asnjë. Ja ke përmendur ndonjëherë nënës këtë ngjarje? Kohët e fundit ja kam thënë dhe më ka thënë po, shumë mirë kam bërë, sepse ti ja ku je sot, nga ajo që të kam thënë unë. Jo, s'është e vërtetë. Unë jam këtu nga sakrificat e mia. A i gjykon ti sot nënën tënde? Të them të drejtën e gjykoj. Unë e dua shumë, e kam shpirt, e kam vërtet shumë gjan, por e gjykoj, sepse gjykimin në Shqipëri quni ka shumë për të marrë nga shtëpia dhe goca është mbyllur dera për të shkojë
te burri i saj. Dhe kjo nuk më ka pëlqyer asnjëherë. Pa nuk i dinte nëna sakrificat dhe vështirësitë e tua? I dinte, sepse një pjesëtar i familjes time jetonte afër meje dhe e dinte sakrificën time se çfarë bëja. Por nuk do të jo se nuk do të t'ja dite se nuk i dhinte ndoshta fëmia e saj. Por ishte rritur me atë edukatën se ne s'duhet të ndahemi, duhet të rrim me atë burr që ke marrë, me atë person s'ka problem që të rreth burri sepse burri të rreh. Që burri të rreh, që burri të traton, që burri nuk është fare i pranishëm në rritjen e fëmijëve, që fëmijët nuk e njohin babain e tyre dhe nuk e kanë takuar për vite të tëra sepse ai është në emigracion, e pavarësisht se është në emigracion, ai nuk kontribuon as financiarisht, kështu që sipas nënës tënde ti duhet të kthehesh te ky burr. Nuk interesonte. Ja, thjesht ishte ajo që ti do vishte unë. E kuptoj edhe arrita perceptoj se si e ndjer edhe gjithë skenën dramatike që ti përshkrove, por megjithatë vështirësitë e tua nuk u ndalën këtu, Kesiola, ëh? Pastaj erdhën në jetë edhe dy fëmijët e tjerë. Po, sepse bashkëshorti im shifte përgjigjen e nënës, se si familja ime fliste dhe ky bënte në keq, se kujtonte që ai ishte shpëtimi im, ai isha e lidhur me sa ti dhe unë s'kam ku të shkoj. E kuptoj. Dhe ti do rish këtu. Dhe sakrificat e mia vazhduan, sepse në jetë erdhën prapë fëmijët e tjerë. Dhe arritëm deri në atë pikë sa u çoja në mëngjes dhe thoja, ç'a do bëjmë për mëngjes? Ç'a do hën kalamajt e mi sot? Dhe në të vërtetë kisha një listë në një supermarket, një listë ushqimesh, që unë sa herë që merrsha rrogën në Shqipëri, u detyroja të laja ato borxhe që kisha hyrë për të vazhduar rrogën tjetër. Dhe asnjëherë rroga ime s'është parë në dorë, gjithmonë e çonte te ai dyqan. E kujton atë dhomën e konviktit ku ju keni jetuar vitet e para që erdhët në Tiranë? E kujtoj shumë mirë. Ajo nuk ishte dhomë, ajo ishte një burg. Gjithë uji i banjove hynte nga dera dhe dinte nga dretarja. Aty ishte vërtet një burg, aty s'kishte drita, s'kishte ujë, s'kishte banjo, s'kishte asnjë gjë. Dhe ndoshta edhe ju i kujtohen në ato kohë të godinjat se si ishin. Por ajo ishte një tmerr i vërtet. Por unë arrita dhe bëra shtëpinë time. Me 2-3 punë që ti bëje njëkohësisht në Tiranë, ndërkohë që rrisje dhe fëmijët, e vetme. Po, e vetme. Rrita fëmijët, 2-3 punë që bëra atje, nuk e di, ishte një sakrificë shumë e madhe. Po fëmijët a kanë kujtime nga ato vite të para të vështira, të paktën fëmijët e mëdhenj se të vegjëlit, ndoshta kanë më pak memoria. I madhi fare po, i pari, fëmija i parë, faktike për atë më dhimbse shumë sepse kam pas gjithmonë në krah, gjithmonë ajo mbrojtja, gjithmonë ajo zanka që ishte në shtëpi, ajo rrahura që ai vazhdonte të rrifte, gjithmonë ai fëmia i parë në mes. Dhe ai e ka përjetuar shumë dhe fëmia i parë nuk është dakord që unë të vazhdoj një ndarje. Dhe sakrificat që ka kalu ai, që ka patë unë për këtë arsye sot kam mbyllur gojen dhe kam mbyllur veshët dhe kam mbyllur sytë dhe vetëm punoj që fëmijët vetëm mi mos t'i mungoj asgjë edhe të vazhdoj jetën. E kuptoj. Jo jetën time, jetën e fëmijëve. E kuptoj që jetën tënde e ke zëruar. E ke zëruar dhe vazhdon ta kesh të zëruar, nuk e di për sa kohë. Je përballur ndonjëherë me gratë me cilat të tradhtonte bashkëshorti yt? Po, dhe i njihja. I njihje? Po, i njihja. I njihja sepse u tregonte si shoqja e imja, pavarësisht se nuk e kisha shoqe fare, po ishte komshia aty afër, u tregonte gjasme si shoqja e imja dhe vinte te shtëpia, sillte në shisha alkol, gjasme se unë po vi dhe po rri çik në ty, në një kohë se kam pi alkolin kurrë. Dhe unë e kuptoja. Dhe një ditë merr në veta atë dhe i tham eja se do pim një kafe. Ne atë isha 7 zanë. Dhe më thotë se i tham me cilin fëmijë? Me cilin prej fëmijëve? Me fëmijën e dytë. Me fëmijën e dytë. Me fëmijën e dytë. Që në atë kohë e kuptova. Dhe i them dëgjoj thash si është puna. Unë të kam dallu thash se ti ke bashkë burrin tim. Largohu prej tij. Largohu se nuk ja vlen. Unë s'do humba si gjë. Sepse unë jam e humbur, por nuk ja vlen. Jo, më vjen keq në këtë si gjë. Dhe u largu dhe e kam pa shumë vonë. Atë femër, mëse është më përtua, kështu për s'ishte e vetëmja. Ishin 3-4 që unë njifja, nuk ishte e vetëmja. Ka që Zoti ishte bashkëshorti yt në këtë lloj
Nuk ishte i Zoti, ishte mashtrues. Po, mashtronte Ishte atë. mashtrues, nuk ishte i Zoti, po, mashtronte. Mashtronte vetëm që i binin diçka të argëtonte për vete. As që ishte në i bukurësh, më thonë që ishte në i bukurësh, po i ngartë në qa femar, në i pasër nga leku. Ja, thjesht ishte mashtrues. Shkonte me një nivel shumë të ullet. Ajo me mërzitte më shumë, sepse ishte një nivel shumë i ullet. Pra ti Kesiola ndjeshe xheloze apo ndjeshe e fyer nga këto sjellje të bashkëshortit tënd? E fyer. Ndjeshe e fyer. Jo xheloze, e fyer sepse të shkonte me një nivel që edhe ja vlente, vërtet do isha shumë dakord dhe vazhdonte jetën e tij. Po ai as nuk më linte mua, Të kuptoj. që të më linte me dy fëmijë, as në baktiste, as të rinte me ne, ishte asnjëra. As nuk më thonte se të dua shumë, por nuk ishte e vërtet. Sepse një njeri që e don nuk mund ta vënosh, nuk mund ta tradhtosh, mund të bësh shumë gjëra. Patjetër. Ka edhe disa momente të rrëfimit tënd që janë vërtet shumë të rënda. Përmende skenën me lumin, por ka pasur edhe disa episode të tjera, ke thënë, siç është ai i marrjes së medikamenteve. Sot kur e kujton, ç'në ndjen, ç'a përjeton? E mendoj si një dobësi time, sepse unë nuk kisha aq fort, nuk kisha aq mundësi të siguroja fëmijëve diçka që unë të largoja nga ai. Ishte dobësia ime. Dhe kjo nuk duhet të ndodhte. Nuk duhet të ndodhte, sepse fëmijët nuk të harrojnë, se fëmijët ishin afër meje. Po. Dhe në atë momente që kisha fëmijët afër, dhe unë po bëja atë skandal, mund të them skandal, diçka që nuk është e falur ajo. Nuk duhet ta bësh. Fëmijët ishin aty të Po panë? ishte fundi. Të panë? Të panë kur ti i more me ilaçet? Me panë dhe panë sakrificën e personit që ishte afër meje që më nxori. Edhe që më nxori, futi gisha dhe më nxori dhe unë kam ra pa ndjenja, deri si kanë arritur dhe më kanë çuar në urgjencë dhe më kanë pastru stomakun dhe pastaj kam marrë mjet. E kujton ndjesin çfarë të bënte të bësh e kaq e dobët ndaj jetës? Po, e kuptoj ndjesin sepse unë të thash, unë nuk arrija të siguroja ushqimin e fëmijëve. Dhe kjo ishte më e dhimbshmja që mund të ndodhe, kur ti nuk siguron ushqim për fëmijët e tu. Dhe ti kur bjen aq poshtë, është fundi. Kam prekur fundin, por sot jam shumë mirë. Jam shumë mirë me jetën e fëmijëve, me çka kam arritur këtu, jam shumë lart. Dhe kam bërë të gjitha vetë. Pra, sot ti ja ke dalë me forcat e tua dhe më pas me rritjen e fëmijëve të kesh një jetë të stabilizuar, të sigurt, ekonomi të mirë, fëmijët janë sistemuar, po ti përbrenda ndihesh bosh, ti përbrenda nuk ke lumturi. Thuaj që fëmijët janë lumturia jote, por jetën tënde dhe veten tënde e ke lënë mënjan. Jeta ime nuk ka funksionuar asnjëherë. Në marrëdhënien me burrin tim. Unë s'kam arritur të njoh dikant tjetër përveç atij. Nuk e mundur apo nuk e dashur? Jo, nuk kam dashur sepse nuk kam dashur nga fëmijët. Jam e plotësuar me fëmijët e mi dhe nuk kam dashur të njoh dikant tjetër. Dhe nuk do ta bëj kur. Kur mos thuaj kur, Kesiola. Jetës nuk i dihet. Po sot ka s'është as mosha. Po, marrëdhënia me bashkëshortin sot brenda në shtëpi si është? Si komunikoni ju me njëri tjetrin? Si silleni? A keni detyrimin ndaj njëri tjetrit që i përmbushni apo jeni dy të huaj që vetëm ndani një shtëpi? Jo, jemi dy të huaj që ndani një shtëpi. Vetëm kaq. Dhe vetëm kaq. Dhe ai kur fillon sot dhe flet, unë dal, marr makinën dhe zhdukem. Dhe kthehem në kohën që dalin fëmijët nga shkolla, që i shoqëroj mëngjes dhe i shoqëroj në darkë. Nuk dua më debate, nuk dua më zanka, nuk dua më asgjë gjë. Ai kur thot diçka, unë them okay, bëj si të duash dhe vazhdoj. Nëse arrin deri në atë pikë që ne vërtet nuk po kuptohemi fare, futen fëmijët, flasin diçka dhe pothuajse unë nuk funksionoj në komunikim fare. Atë do thoja, nuk e dija, ka ndonjë gjë për cilën ju kuptojnë dhe merreni vesh me sapo tregon. Por a është djali yt i madh, i lumtur, duke parë nënën edhe babain e tij kështu në këtë sjellje brenda shtëpisë? Jo, sepse është ai që insiston që të vijoni të jeni akoma bashkë.
Unë flas shumë me fëmijët. Fëmijët e vegjël nuk e din, sepse dua ti shqetësoj. Kurse fëmijët e mëdhej po e din. Dhe unë shkruaj shumë. Dhe kam bërë 2 libra, një libër me poezi dhe një libër jam gati drejt botimit. Dhe një ditë me gjetën fletore ku unë shkruaja. Me gjetën fëmijët e mëdhej. Dhe e gjeja djalin ishin në skuq syt dhe ishin ejtur për çaj. Dhe më tha, ka që vështirë është jeta jote. Jo, i thash, nuk është për mu, po aje kupton se çdo gjë është për mua. Dhe i thash, jo, s'do e botoj, thash këtë libër, thjesht e kam bërë për veten time, thjesht e kaloj kohën. Dhe ai më tha, unë do të ndihmoj, tha që ky libër të dalë në treg. Nuk e di, më dhimbsen shumë. Unë jam vërtet pa fjalë për gjithë rrëfimin që ti po sjell edhe për forcën që ti ke treguar pavarësisht se dhe je penguar gjatë rrugës. Po nëse sot ndoshta nëna jote do e dëgjonte këtë intervistë pavarësisht se ti po vjen anonim me identitet të mbuluar, çfarë do doje ti thoje nënës tënde sot? Jo vetëm nënës time, sepse të gjitha nënave që nuk pranojnë fëmijët e tyre. Një fëmijë që fejohet ose martohet 16 vjeç. Po. Në një kohë që nëna e ka fejuar vetë. I them që asnjëherë fëmijës tënd s'do e hedhësh poshtë. Çdo gjë që bëj fëmia jote, s'do e hedhësh kur poshtë, sepse është jeta jote, është gjaku jot. Më vjen shumë keq për atë që ka bërë, por nuk e ka bërë nga padashuria, e ka bërë nga pasgjuarësia. Mendoj që një herë ti je sakrifikuar nga nëna jote dhe sot ti po sakrifikon veten për fëmijët e tu. Pra historia kthehet ndryshe nga ty. E ke jetuar jetën tënde mes 2 zjarreve dhe vazhdon ta jetosh. Të thash, unë nuk jetoj. Unë thjesht vazhdoj eci. Jam si një person i vdekur që nërfrym. Unë do doja të kishim Kesiola mbi këtë rrëfim që ti solle edhe këndvështrimin e Jonës, sepse ky është koltuku i terapisë edhe do doja të kuptoja Jona si erdhi për ty gjithë ky rrëfim edhe gjithë ky kalvar i gjatë që Kesiola na tregoi. Historia e Kesiolës duket si ripërsëritje atyre historive që ne kemi ridëgjuar vazhdimisht këtu. Jeta e Kesiolës duket si një magnet që ka tërhequr gjithë ato çështje të cilat në një farë mënyre janë dëmtuese, nisur nga patriarkati, nisur nga mënyra se si trajtohet nga partneri, nga shoqëria, nga mënyra se si e trajtojnë dhe fëmijët, nga çfarë ka brenda vet Kesiola që nuk e lejon veten të jetoj, sepse jo është dashur të mbijetoj, për këtë arsye nuk lidhet dot me jetën siç do ishte më shëndetshme të bëhej. Për këtë më vjen keq që ne kemi këtë lloj përsëritje historie në emision vazhdimisht. Patjetër që është një shenjë jashtëzakonshme dhe force e ardhur nga ajo që ne i themi prap mbijetesa, jo sepse kemi zgjidhje tjetër. Forcë për t'ja dalë, do me thënë forcë për t'u ringritur pas çdo episodi që është traumatik, mendoj, nisur nga refuzimi që i bëhet në shtëpi, që refuzimi nuk është thjesht mos hajde në shtëpi, por është edhe një braktisje nga e jëma, braktisje nga familja e saj. Dhe aty pastaj, nëse shkojmë më tutje, dalim te mungesa e sigurisë që Kesiola mund të ketë ndjerë jo vetëm ndaj familjes, mungesës së familjes, mbështetjes së saj, por edhe nga fakti që nuk është e sigurt në shtëpi. Në shtëpinë e familjes së saj të krijuar tashmë, sepse ka një partner që nuk mbulon asnjë lloj përgjegjësie që i takon. Dhe nga ana tjetër përballet me 4 fëmijë. Duhet të rrisin 4 fëmijë dhe të përballet pastaj me çdo lloj situate që partneri sjell në shtëpi. Kjo është një mungesë e madhe, pasiguria, kështu që edhe ajo gjendja e shpërthimit, gjendja emocionale që ka përjetuar, detyrimisht duhet të shfaqet. Si një moment pati çfarë po thonte Kesiola ishte që e fajsoi veten pse arrita aty. Edhe ti bërë një ndërhyrje që i the ka një sens pse ka arritur aty, sepse jo më kot shfaqen këto shenja. Janë gjuha e mendjes tonë që na thot për çfarë po ndodh jashtë nesh. Kështu që e gjithë kjo histori në të vërtetë më bën të ndihem keq që e dëgjoj vazhdimisht. Dhe ajo që mua më bën akoma të ndihem keq, Jona, është si një fund pa mbyllje, pra si një histori që
Kesola sot na e tregon, ajo e ka arritur ta çojë jetën e saj në një tjetër nivel, të sigurojë një jetesë të mirë, të emigrojë, t'ja dalë. Pra, sot ka gjithë pavarësinë që një grua do donte ta jetonte dhe ta gëzonte, ajo prap nuk është e lumtur dhe prap nuk bën dot zgjedhjet e saj. Në fakt po, nuk është e mbyllur çështja e Kesiolës, sepse vazhdon të ketë barriera, siç e thamë, që ndalojnë të jetojë. Kjo edhe për shkak sepse nuk ka ndihmë akoma. Ka një suport pak nga fëmijët, siç e shikoj, dhe më pëlqeu ajo pjesa e mbështetjes për librin që ajo ka krijuar, por sidoqoftë, më pëlqen edhe fakti që po ndjek terapi për çështjet e saj, edhe kjo mund të bëjë zgjidhjen e traumave që ka kaluar me kohën, por duhet të gjejë burimin e saj të krijimit, nuk e di, të lejimit të vetes për të lidhur me jetën, siç e them. Unë sepse besoj ka akoma gjëra të cilat Kesiola nuk i ka jetuar, falet e mungesës së mbështetjes, por mund t'i zbuloj sapo të lirohet nga pak përgjegjësi që zakonisht nënat kanë, sa kalojnë atë fëmijën që i rrisin deri një farë. Fëmijët i ka të rritur, djali ka mbaruar universitetin, vajza dy të shfejuar, vajza tjetër prapë është në moshë madhore. Pra mund të themi që këto vështirësitë e kujdesit të fëmijëve ajo i ka bërë, por përsëri duket që ka një mbyllje dhe ka diçka që e mban aty peng dhe nuk e di nëse është frika e saj apo është vërtet ai premtimi që i ka dhënë djalit, pra frika për të pasur një jetë krejt e vetme. Ajo vetëm ka qenë gjithkohës. Thjesht nga që nuk e ka jetuar me vetëdije të plot atë liri, ka qenë gjithmonë me idenë që ka një partner, dhe pse partneri nuk ekziston praktikisht, ose ekziston duke sjellë problematik në shtëpi. Kështu që atë liria e ka pasur gjithmonë me vete. Thjesht tani është momenti që t'i përkushtohet më shumë një vete jetë të saj që nuk e ka parë. Pjesa e dhunës më pas në familje, martesa shumë e hershme, se edhe këto janë elementë shumë të rëndësishëm që nuk e kanë mundësuar Kesiolës të kuptojë më shumë për veten dhe çfarë të mos tolerojë në jetë. Ka një detaj shumë interesant, Jona, që erdhi në fillim tek letra, tek pjesa ku rrëfej historia e Kesiolës, që duket sikur Kesiolës i është përsëritur historia, pra nga roli i babait të dhunshëm dhe pjanec, kjo gjë ka ardhur në jetën e saj më pas edhe nga bashkëshorti. Është rastësi kjo apo janë, le të themi, modele që përsëriten në jetë? Një 16 vjeçare nuk ka, le të themi, zgjedhje. Ose edhe nëse i ka, nuk është e vetëdijshme se cilin të zgjedh, por jam e sigurt që asnjëri prej vajzave, djemve nuk donte të binte në një marrëdhënie toksike. Kështu që nuk është le themi diçka që personi e zgjedh me vetdije të futet në një marrëdhënie. Ato kanë qenë opsionet, ato janë dhënë, janë imponuar ose është detyruar të marrë. Kemi gjithmonë edhe fjalën e nënës, që e kemi dëgjuar nga familjet të përsëritur, siç e the edhe ti dhe në histori të tjera. Duro sepse burri ka të drejtë, pra duroje dorën e tij. Kjo përforcon më shumë. Duroje sjelljen e tij. Përforcon më shumë ndjesinë që ai duhet ta pranojë dhe durojë, sepse ka një miratim nga një autoritet më i lartë që është një prind. Dhe të mendosh që vjen nga një nën që e ka përjetuar në lëkurën e vet. Gjithë këtë dhimbje, që ka pasur një bashkëshort të dhunshëm, Kjo nuk falet. Një bashkëshort të devotshëm, një bashkëshort pjanec. Po Kesiola? Kjo është e pafalshme, kjo nuk falet. Kur e vuan ti, nuk falet të fëmijët. Po pse mendon që nëna jote atë që duroj në lëkurën e saj, të lejoj edhe ty ta durosh më pas në jetë? Sepse kështu ishte edukuar, mendoj unë. Nuk arrit ta kuptoj edhe sot kur flasim dhe nuk arrit ta kuptoj edhe sot të njëjtin mendim ka. Një kuptoj. Ja, t'ju bëre dikushi sepse ke duruar. Jo, ne nuk do bëhemi dikushi se durojmë. Ne jemi të forta vetë dhe ne ecim me forcat tona dhe pse të rrim me dikën që s'ja vlen. Nuk duhet. Ose të humbësh familje. Mentaliteti ka që fort është ky mentalitet, Jona, që mbyt edhe ndjenjat e amësisë. Ka që fort është ky mentalitet. Ne zakonisht e fshihemi mbase ose paktën justifikojmë gjeneratat e prindërve të caktuar duke thënë që kanë pasur mungesë dije. Për këtë arsye ata i kanë bërë këto. Siç e dëgjojmë shumë, unë nuk e dija, kaq dija të bëja. Mungesë dije po ndjenjat. Ndjenjat e mësisë mbulohen nga ato. Ndjenjat, dëmshuria për fëmijën që vuan, që po keq trajtohet, që ne prandaj themi që futemi në
modalitet, quhet ndryshe modalitet mbijetese dhe ti operon automatikisht. Për këtë arsye, ata nuk bien dot në ndjenjë amësie, në ndjeshmëri, empatie, sepse askush nuk është treguar me ta empatik dhe i ndjeshëm. Kështu që një nën që është dhunuar vazhdimisht, ka vetëm frikën të jetoj për veten, të jetoj për fëmijët, atëherë ajo nuk percepton dot më shumë se aq. Dhe detyrimisht ne sot mund ta gjykojmë ftohtë, themi që ka pas mungesë dije, pse nuk e ka menduar shumë për fëmijët e saj, por do të kuptojmë që edhe ajo është rritur në një formë ekstreme të frikës. Për këtë arsye nuk ka mundur. Por nuk është gjithmonë justifikim, dhe ne nuk do të fshihemi pas kësaj. Ne vazhdimisht themi që ndjenjat e amësisë janë më të forta se çdo gjë tjetër, por kur truri jon vendos të na mbrojë, duke vendosur frikën të parën, zhbën çdo gjë tjetër. Patjetër, dhe ne e zhvillojmë sot këtë histori për të kuptuar, pavarësisht se të shkuar nuk e ndryshojmë dot, por çfarë mund të ndryshoj sot për Kesiolën, dhe kur ti ju drejtove më herët dhe i the që ajo duhet ketë kontakt me jetën e saj, çfarë konkretisht do t'i duhet Kesiolës të bëjë për të rënë në kontakt me këtë anë të jetës edhe për të ndryshuar rrjedhën e asaj çfarë do të vinë në të ardhmen? Pikërisht me atë lirinë që ne folëm, që lirina ajo e ka të brendshme, ekziston brenda saj dhe ajo e ka çdo ditë, thjesht nuk po jeton maksimalisht sepse burgu tjetër që po krijohet tek Kesiola është fëmia që nuk e dëshiron ndarjen nga jati. Pra ne nuk po nxisim ndarjen, por nëse për të është më mirë të jetoj vetëm vitet që pasojnë, sepse nuk ka jetuar dhe nuk mendoj se jeton akoma e lirë. Po e tha ajo, nuk jetoj, unë jam e vdekur që ece, tha. Pikërisht. Jam e vdekur që ece. Kështu që në lirit do thotë që një ditë që është për të punon, kohën e lirë e kalon si të doj, nuk ri në shtëpi apo në divan e ulur me frikën se do të ndodh diçka, minut pas minuti, sepse edhe ajo do të kthehet në modalitetin e mbijetesës, pra në të funksion të frikës ekstreme. Dhe do të operoj përmes saj, dhe trupi i saj e tregon. Kjo është liria, domethënë që ne po flasim, jo diçka që ai do të bëj gjëra të çmendura apo dalë jashtë vetes, të provoj çfarëdo që të jetë. Mirë, por Kesiolën është mirë ta provoj sepse e meriton mbas të gjithë këtyre gjërave që ka kaluar dhe ka mbuluar vet. Kesiola, ti çfarë mendon për veten? Mendon që e meriton një jetë më të mirë edhe të japësh vetes më shumë liri, më shumë mundësi për ta gëzuar? E meritoj, në vërtetë e meritoj, sepse s'kam jetuar asnjëherë. Jo që nuk e dua jetën, në jetën e dua shumë. Por më shumë mendoj jetën e fëmijëve se sa jetën time. E lumturia ime është vetëm kur marr avionin dhe kthehem në Shqipëri. E kuptoj. Kaq lumturi kam unë. Po çfarë gjen këtu që të bën të lumtur? Unë aty kam lënë një pjesë të zemrës time. Kam jo nga pjesa të familja mamit, por pjesa tjetër e familjes time. Kam një pjesë shumë të mia. Dhe atje unë jam në vendin tim. Flas shqip, shkoj te shtëpia ime, kam një shtëpi të vogël të bukur. Ajo shtëpi që ti ke ndërtuar me shumë sakrificë. Po nënën e takon? Kur kthehesh në Shqipëri qëndron me nënën? E takoj, po nuk qëndroj shumë. Sepse ma thot fjalët e mia që kam thënë për ty që s'do të ndash, ja ku arrite, ja ku bëre, ja bëre këtë bërat, dhe ajo nuk e din, e din se çfarë kam vujton. Por gjasme janë meritat e mia. Jo, ato janë meritat e saj. Këto janë meritat e mia. Tërësira më frikson, sepse kur bie nata unë frikson shumë. Po pse? Nuk e di, e kam këtë traumë. E kam besot e kësaj dite. Kur bie nata unë friksohem. Dhe dua dritat mbezur. Po nëse janë dritat e fikura, çfarë ndodh? Ç'a pritet? Nëse janë dritat e fikura, mua më kap një panik. Dhe nuk di nga të shkoj. Them ku do shkoj unë, me duket bota aq e vogël, sa nuk arrit të gjej një vend që të futem. Kjo se ka ndodhur diçka më përpara në moment errësire apo? Po. Dëshiron ta ndash? Në errësirë unë jam vënuar, në errësirë ka ndodhur shumë gjëra në jetën time lidhje me burrin tim. Dhe kjo më ka lënë një traumë. Të është kërcënuar jeta gjatë errësirës, pra dhuna ushtruar. Po. Kuptoj. Flia me pistolet poshtë kokës. Trauma duket që është akoma e pashëruar, ëh?
Trauma jo detyrimisht zgjidhet vetëm sepse dikush avancon me jetën, lirohet pak nga presioni i dhunës më përparshme, kërcënimeve, vazhdon të jetë dhe nëse është plotësisht i sigurt, i ndarë, ne dim tashmë që Kesiola akoma jeton me dhunusin e saj, dhe kjo e bën akoma më prezente, më vivide, siç themi, ose më jetë pjesa e dhunës që ajo ka përjetuar dhe përjeton. Po çfarë mund të ndodh me të ardhmen është që nëse nuk trajtohet pa detyrimisht, jo gjithmonë ndodh, por mund të ndodh që vijon efekti i frikës së shtuar, çdo element që ka ndodhur më përpara dhe që ngjan e gjen të përsëritur, pra errësira më përpara, tashmë kur ka errësirë sërish, asaj riaktivizohet edhe një herë frika. Edhe pse vetë e kupton që është më e sigurt se çfarë ka qenë më përpara. Mund të ndodhë një, le të themi, shfaqje e re e simptomeve të tjera, lidhur me pagjumësinë, apo të qëndruarit vetëm, kërkimin e një personi vazhdimisht të jetë prezent me ty, që janë sjellje në fakt të cilat e mbajnë aktive pjesën e traumës. Kjo ishte edhe pyetja që unë i bëra edhe më herët Kesiolës, pra është frika e saj për të qëndruar vetëm, apo është detyrimi që i bën ambienti, në këtë rast djali, për të qëndruar me tatin e saj? Të ndoshta mos këtu gjejmë edhe një element pse ajo vijon ende të jetë në atë martesë. Janë të bashkëngjitura të gjitha faktorët. Mund të jetë edhe fakti që ajo se si e përjeton frikën së brendshme dhe si është edhe detyruar ta përjetojë së jashtmi nga elementet e jashtëm, në këtë rast djali dhe partneri. Kesiola, për ta mbyllur bashkë me këtë rrëfim, çfarë të doje ti për veten tënde, tani edhe në vazhdim? Për vetëm time, unë pres që të më dalë një pension. Dhe i kam kohë që të dalë një pension, sepse moshën nuk e kam akoma deri atje. Por thjesht me lëmtëron fakti që do vi një ditë dhe do dalë në një pension, ose edhe sikur të rritin kalamajt dhe pak, dhe jeta ime të jetë vetëm, të jetoj vetëm në në Shqipëri. Do kesh guximin ta bësh këtë gjë? Ta realizosh këtë që sapo them? E kam shumë dëshirë. Dhe kam arritur të bëj diçka sepse shtëpinë time kam bërë shumë të bukur atje. Dhe një biznes dua që ta hap atje në Shqipëri. Dhe kam përshtypjen që do të ndërtosh një kënd edhe aty ku ti të krijosh me atë gotën tënde të çajit, të vazhdosh të shkruar, se me sa kuptova, shkrimi për ty ka qenë edhe një lloj terapie ku ti ke arritur të shkarkosh të gjitha dhimbjet e tua. Është vërtet dhe unë i fsheh shumë shkrimet e mia që të mos më shohin fëmijët. Por do vi një ditë që do t'i lexoj, ndoshta kur seancë. Ndoshta kur s'mund të ekzistoj më. Mos e thuaj sepse ti ke forcë dhe ke bërë kaq shumë sakrifica, kështu që meriton të jetosh. Kur të vijë mosha. Unë punoj taksi nga mëngjesi deri në darkë dhe jam nalur në një parking tani, jo shumë larg afër shtëpisë. Po. Edhe po pret se shkoj te shtëpia që ndaj me ju, por e ka siguruar mirë ta ardhmen besoj. Na vjen mirë vërtet për ty. Faleminderit për rrëfimin tënd dhe të urojmë më të mirat. Shumë faleminderit ju. Faleminderit Jona. Faleminderit. Që si gjithmonë jemi në këtë divan për të ndarë histori dhe këto rrëfime. Kjo është seanca e parë, një hapësirë ku historitë vinë për të dëgjuar dhe jo për të gjykuar. Mirupafshim në episodin e radhës. Ándale!